Mesazhin e tij në festën e Fitër Bajramit Myftyi i Shkodrës i kishte për të rinjt, Imam Muhamet Sytari kërkoi pendim të sinqert tek Zoti. Ai tha se mëshira e Zotit është më e madhe se gjunahet tona. Myftyi i Shkodrës theksoi se duhet të parandalojmë të keqen në familjet dhe shoqëritë tona, si dhe kërkoi distancim nga haramet. Allahu i do të penduarit. A ka diçka më të madhe për djalin e ri dhe vajzën e re, atë cilin do në mesin ton, që është ngarkuar me gjunahet e të shkuarës dhe është në dilemë, a më pranon Zoti mua, nuk më pranon Zoti mua? Gjithë se cili prej nesh të dashurit e mi gabon, e gjithë se cili prej nesh ka gjunahet e ti të përdiqme, por Allah Azza wa Jalla thot: wa ana aghfiru dhunuba jami'an, dhe unë i fali të gjitha gjunahet. Në klapa thuaj përfshi shirkun, e përfshi kret gjunahet e mëdha, e sa të shkoj të ju ndërmend për gjunaheve, kret i falë Allahu subhanahu wa ta'ala, sepse për herë ka shpresë dhe mëshira Allahut është ma e madhe se sa gjunahet tona. Asnjëri mos ja lejoj shejtanit a vezveseve të mbrëmshme që ta gënjejnë dhe të mendoj se unë jam në një pozitë që Zoti nuk më fal kurrë. Jo, ti thuaj unë jam në një pozitë që Allahu Azza wa Jall ma ka hap derën dhe më ka thënë ti vetëm hajde. E të parandalojmë të keqen, sepse jemi shoqëri vlerash. E nëse e prishim këtë rend, në fakt kemi prish shumë dhe kemi hyrë në hak të asaj me cilën Allahu Azza wa Jall na ka udhëzuar për të jetuar me dinjitet në këtë botë. A kemi kurajën për të ndryshuar të keqen në familjet tona? A kemi kurajën për të urdhëruar për të mirë brenda familjeve tona? Në shoqëritë tona sa do të ngushta? Ky është sistemi jetë tek ne. Kufit e Allahut janë haramet. Mos u afro tek haramet. Mos i shkel kufit e Allahut Azza wa Jall, se do të jetë keq për ty. Një mesazh e kishte për Gazën, ku tha se zullumi nuk e ka jetën e gjatë, pasi Zoti sheh gjithçka. Ajo që po ndodh në Gaza sot i ka zgjuar njerëzit e lirë të marr globit për të kuptuar se këto sisteme barbare janë në të vërtetë një e keqe e madhe prej së cilës duhet pastruar njerëzimi. E këto që i shohim naftojnë drejt meditimit për të kuptuar se Allahu Azza wa Jall nuk e lën zullumin për të vazhduar të dashurit e mi. Ky zullum nuk e ka jetën e gjatë. E këto zullume dhe këto barbarizma dhe ky terrorizëm i vërtet nuk e ka jetën e gjatë. Allahu Azza wa Jall sheh gjithçka. Falja e namazit e Fitër Bajramit u organizuan në xhamit e qytetit të Shkodrës.